Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Rakaza dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Parlamenti rrëzoi me 74 vota kundër kërkesën e Partisë Demokratike për interpelancë urgjente me kryeministrin Edi Rama, e cila lidhej me hetimet ndaj ministres Belinda Balluku. Kryedemokrati Sali Berisha akuzoi mazhorancën se po tenton të fsheh prova dhe të pengojë drejtësinë. Deputeti demokrat Bardhi theksoi se Rama po ushtron presion mbi institucionet për këtë çështje. Parlamenti rrëzoi me 74 vota kundër kërkesën e Partisë Demokratike për interpelancë urgjente me kryeministrin Edi Rama, e cila lidhej me hetimet ndaj ministres Belinda Balluku. Kërkesa kishte për qëllim të sqaronte publikisht pozicionin e qeverisë dhe veprimet e saj lidhur me hetimet ndaj ministrisë së infrastrukturës dhe zhvillimit urban, Belinda Balluku. Me 74 vota kundër, kërkesa u konsiderua e papranueshme, duke nxitur kritika të forta nga demokratët. Nuk duhet pranuar sepse çështja është aktualisht një shqyrtim gjykatës kushtetuese dhe është ky organ që do të jap një interpretim përfundimtar mbi kompetencat dhe ndarjen e pushtetit ndërmjet institucioneve të ndryshme. Çdo përpjekje për ta nxjerrë një vendim politik para se të përfundojë shqyrtimi kushtetues mund të cënojë parimet e pavarësisë të institucioneve dhe sullimit të ligjit. Në këtë kuadër është domosdoshme që të pritet vendimi përfundimtar i gjykatës kushtetuese dhe të respektohen proceset ligjore dhe kushtetuese që kanë për qëllim garantimin e drejtësisë dhe funksionimin e duhur të institucioneve shtetërore. Argumentet i kam parashtruar në shkresën e përmendur më herët. Kryedemokrati Sali Berisha u shpreh se mazhoranca po bën përpjekje për ta zgjësuar çdo provë që implikon Ballukun dhe për të penguar procesin e drejtësisë. A e dini se janë thirrë në SPAK nga kjo drejtori 25 vit. A e keni harruar ju fatin e Danielit? A ju kujtohet ju fati Danielit? Daniel Shima, a ju thot në një gjë ju? Daniel Shima, sa po doli Lubia bis, Lubia numër 2 nga skapi, shkojnë zyrë dhe e shkarkoj dhe pas disa muajsh, pas disa javësh, 2 muaj më fani, që e ka mbyllur dhe nuk del nga dhoma. Nuk del nga dhoma. Danieli Jakshit. E pat ju, Lubin bis që si doli. Dhe përballë këtyre skandaleve, këtyre vjedhjeve të pa imagjinueshme, përballë shkatrimit të madh. Ana tjetër, deputeti demokrat Bardhi akuzoi kryeministrin se po përdor influencën e tij për të ndikuar në hetimet që lidhen me Ballukun, duke e konsideruar këtë një tentativë për të mbrojtur interesat e qeverisë dhe për të manipuluar proceset ligjore. Në asnjë rast dhe për asnjë rrethan nuk është detyra jonë dhe s'kemi kërkuar që ne të shqyrtojmë kërkesën që kryeministri ka dërguar në gjykatën kushtetuese. Ajo për cilën kemi kërkuar interpelancë me kryeministrin është eksaktësisht ndërhyrja institucionale e kryeministrit në një çështje në hetim, mbajtja në detyrë e një ministri apo zyrtari të marrë të pandehur për abuzim me disa tendera publik dhe ndërkohë nën hetim për disa tendera të tjerë, si dhe ngritja e pretendimeve në kërkesën që ka dorëzuar në gjykatën kushtetuese në emër të Kuvendit të Shqipërisë, pa e konsultuar Kuvendin e Shqipërisë. Ju folët që duhet presim vendimin e gjykatës kushtetuese, por çdo shqiptar e ka parë që Edi Rama del dhe flet me vete të paktën 3 herë në ditë për këtë çështje. Del dhe mbron të pandehurën ministre, të paktën 3 herë në ditë me video selfie apo postime në Twitter, si një mjet presioni ndaj gjykatës kushtetuese. Takimet e deputetëve Ervin Saliani dhe Ilir Ali Mehmeti me demokratët e bazës kanë shkaktuar shqetësime brenda Partisë Demokratike. Kryedemokrati Sali Berisha i cilësoi këto iniciativa si agenda personale dhe falenderoi demokratët e Durrësit që nuk ju bashkuan takimeve. Ai hodhi akuzat direkte ndaj grupimit duke theksuar se nuk realizuan fushat dhe zgjodhën të pushojnë.
Brenda Partisë Demokratike po vazhdojnë debatet pas takimeve të zhvilluara nga deputetët Ervin Saliani dhe Ilir Alimemeti me demokratët e bazës. Kryedemokrati Sali Berisha ka reaguar ashpër duke i cilësuar këto veprime si agenda personale dhe duke falenderuar demokratët e Durrësit që refuzuan të merrnin pjesë. Ai po ndjek të agendë personale dhe kaq. Të vazhdoj me agendën e tij personale. Ajo edhe një i përgëzoj antarët dhe demokratët e Durrësit, të cilët e braktisën, i përgëzoj. Aty ishin, ata çfarëisht të u them unë ju. Ishin një grup të pakënaqurish sepse nuk u futën në listat për deputet dhe kishte tjerë që punuan për Partinë Socialiste, që është të vërteta dhe kanë frikë analizën që do bëhet, sepse ata që i kanë trajtuar militantët që punuan për amidurmishtet e tjerë, ata sigurisht që do japin hesap, do japin pa strukturave. Ata të cilët morën udhëtime turistike gjatë fushatës. Po paralajmëron me të reja? Jo, nuk po paralajmëroj. Llogaridhanje paralajmëroj. Sigurisht llogaridhanje. Kur u pyet për mundësinë e përjashtimit të Ervin Salianit nga Partia Demokratike, Berisha nuk dha një përgjigje të prerë, duke lënë të hapur mundësinë e një vlerësimi të mëtejshëm brenda strukturave të partisë. Tani unë e kuptoj që doni ushqim për studio në mënyrë që të mbuloni skandalet e të mdershme të qeverisë. Ai është i ngarkuar, ka një zonë ku duhet bëj analizën, ka marrë pjesë në analizën atë zonë, është antar kryesie, ai ka të drejtë të shtrojë çdo gjë në kryesi dhe çdo gjë në zonën ku është besuar. Ndërkohë, deputetët e vjetër të Partisë Demokratike nuk pranuan të komentojnë iniciativën e Salianit dhe kërkuan që debatet të fokusohen tek çështja Ballukut dhe qeveria aktuale. Ka një pyetje për qeverinë. Për Ballukun që s'ka ardhur, për Ramën që është në parlament, kaq. Vini është miku im dhe është i djalë Flori, po unë një pyetje për Ballukun dhe për qeverinë që shpërqendrojnë çik se ngelet vetëm te opozita. Ka gjëra më të rëndësishme për shqiptarë, sepse për interesin që kanë të tjerë. Me tezat e tjera. Unë thash ç'është kjo erë e madhe pas keni qenë juve. Këtu është vendi përballjes me kundërshtarin, kështu që të jalem kundërshtarit. Tjetër që kam qenë edhe do të vazhdoj që të jap kontributin tim Partinë Demokratike, po të përballem me kundërshtarin këtu, partinë e lëm ke partia. Mendoj që do përqendroheshim pak më shumë te këto 50 milionë euro që vjedh Belinda, debatin po do ka qenë, është do mbetet gjithmonë. Unë e kuptoj se s'ka debat nga pala tjetër, po debat ka gjithmonë. Rëndësi ka, ne do jemi aty ku kemi qenë gjithmonë, përballë qeverisë. Megjithatë, disa deputetë të rinj shprehen gatishmërinë për të mirëpritur Salianin në takimet që do të zhvillohen në zonat e tyre, duke treguar ndarje me opinionet brenda rradhëve të demokratëve. Unë takoj çdo demokrat pavarësisht nga emri dhe mbiemri. Tani unë ka pi 100 herë kafë me Ervinin se preska ndonjëherë tjetër apo s'takojmë dhe çdo demokrat është i mirëpritur kudo dhe për të qenë një armë më shumë kundër kësaj qeverie. Kryeministri i vendit Edi Rama ka reaguar pas kërkesës së tij drejtuar gjykatës kushtetuese lidhur me pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke hedhur poshtë akuzat e opozitës për ndërhyrje në punët e drejtësisë. Ai thekson se vendimi për pezullimin po bllokon projekte të rëndësishme përfshirë fluturime direkte me Kanadan dhe 35 vendime të tjera të qeverisë. Gjykata kushtetuese do të vendosë në 12 dhjetor nëse pranon ankimimin e kryeministrit. Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish pas kërkesës që i ka dërguar gjykatës kushtetuese pas pezullimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga gjykata e lartë, duke mohuar pretendimet e opozitës se po ndërhyjnë në punët e drejtësisë. Dhe as nuk jam këtu të ndërhyj në punën e prokurorit të gjykatës në fjalë dhe as merrem me pse dhe si ata po merren me një dosje të caktuar për një antar të caktuar të kabinetit. Jo, unë flas për cenimin konkret të balancës mes pushteteve. Për ndërhyrjen konkrete, brutale, në përbërjen e qeverisë, përmarrjen konkrete të kompetencave që kushtetuta ja jep kryeministrit, mua në këtë rast, dhe nuk thot gjykundi që ato mund t'i përdorin sipas qefit, apo sipas tyre, sipas nevojës, edhe prokurorët e gjykatësit. Në një deklaratë të prerë, Rama tha se vendimi për pezullimin ka ngrirë disa projekte strategjike që kërkojnë firmën e Ballukut, përfshirë edhe fluturime direkte me Kanadan, si dhe 35 vendime të tjera të qeverisë, duke e bërë situatën të ndjeshme për funksionimin e administratës. Pastaj, flas se si prekja e gjithë këtyre bllokon punët në sektorin përkatës, ku hyn dhe ajo marrëveshja me Kanadan, që e përmend atje.
po mundohemi tani mos e zgjidhim me Ministrinë e Jashtme. Për ata zëm se e zgjidhëm, gjithse mua më duket shumë e sforcuar, po me 35 vendimet e tjera të qeverisë. Si doja bëjmë? Po me lejët e ndërtimit për investimet në energji të rinovueshme, në infrastrukturë, në godina publike që kanë kaluar në KKT dhe nuk zbardhen dot pa firmën e pezulluar. Si doja bëjmë? Kryeministri theksoi gjithashtu se nuk ka ndërmend të shkarkojë zëvendëskryeministre nga detyra që është besuar dhe se pezullimi i saj është i pari i këtij lloji në botë. Duke bllokuar punën. Jo, sepse heqja e ministrit të rast nuk do zgjidhte këtë problem themelor, po do krijonte një problem themelor më vete për të nesërmen. Jo për mua, po për çdo qeveri, pasi miu i çbalancimit pushteteve që do të kalonte këtë herë në mustaqe me idenë se ministrat mund të hiqen pa gjyq, mund të hiqen pa vendim formës prerë, mund të hiqen pa dorëheqje, mund të hiqen pa vendim të kryeministrit dhe thjesht mjafton një mas sigurie në një gjykatë shkallës parë, do të kthehej në ujk që do kafshonte qeveritë, do përbuste parlamentet, do përqeshte votën popullore nga ku edhe buron përbërja e çdo qeverie. Ja pse kam shkuar unë. Gjykata do të vendosë me 12 dhjetor nëse pranon kërkesën e kryeministrit, duke vendosur kështu mbi lishmërinë e pezullimit dhe ndikimin e tij në funksionimin e ekzekutivit. Akuzat e kryetarit të Partisë Mundësia Gron Shehaj se Rama po i bën presion kushtetutës për çështjen Valluku morën një përgjigje me tone të ashpra nga kryetari i grupit të socialist Auland Balla, i cili këshilloi të kujdeset që ish kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha të mos pendohet të flasë për mandatin e 2017-s. Kreu i grupit të Partisë Socialiste Auland Balla është përfshirë në një përplasje me deputetin opozitar Gron Shehaj. Ky i fundit po akuzonte kryeministrin Rama se po i ushtron presion kushtetutës për çështjen Valluku, ndërsa për Ballën tha se ai ka frikë të ushtrojë presion se përfundon si të tjerët. Rama çdo ditë kërcënon gjykatën kushtetuese me brot shkulla të llojit, keni marrë të pandehur, keni pezulluar ministrin Valluku dhe shqiptarët nuk udhtojnë dot në Kanada. Tani kemi dëgjuar ka filluar ministri i drejtësisë me postime të thot ndarja e pushteteve. Kujtohet për një takim që ka bërë me ministrin e drejtësisë italiane të para 2 javë dhe na tregon që dhe ai ishte shqetësuar. Delta Auland Balla dhe thot pyesni ChatGPT-n, thot s'ka ndodhur ndonjëherë. Po un prap thot Auland Balla, nuk flas keq për gjykatësit dhe për prokurorët, si janë ban të Aulantit. Por Balla tha që kur të përmend emrin e tij të laj mirë gojën, ndërsa i kujtoi edhe ish kryetarin e tij Lulzim Bashën, duke i thënë se duhet të ketë kujdes pasi nëse pendohet Luli do të tregojë se sa para ka paguar që të merrte mandatin e deputetit në 2017-ën. Ti, kur të përmendish emrin tim laj gojën, po bëje gargarën me ujë të kripur Vlore, se po u pendua Lul Basha, do tregoj se sa para i ke dhënë për të marrë mandatin 2017. Kaq ti. Eci me të tjera informacione, 2 persona u lënduan si pasojë një shpërthimi në ambientet e një biznesi në rrugën e Kavajës në Tiranë. Shkaki i ngjarjes dyshohet të ketë qenë rrjedhja e gazit nga një bombule instaluar jashtë pallatit. Të lënduarit ndodhen në spital me djegje të lehta pa rrezik për jetën. Një shpërthim i fuqishëm tronditi këtë të njëjtë një kompleks pallatesh në rrugën e Kavajës, ku ndodhej një piceri në përgatitje për hapjen e saj. Ngjarja ndodhi rreth orës 11:20, gjatë kohës kur pronari dhe punojësit po kryenin provat e fundit për hapjen e biznesit. Pas shpërthimit, ato dolën mënjëherë jashtë shtëpisë dhe u ndihmuan nga banorët e zonës, të cilët i dërguan në spital për trajnim. Sipas policisë dhe shërbimit zjarfikës, shpërthimi dyshohet të ketë ndodhur për shkak të rrjedhjes gazit nga tubat lidhur me bombulën që ndodhej jashtë pallatit. 2 të lënduarit të moshës 40 dhe 28 vjeç u transportuan në repartin e djegjeve plastike, ku mjekët raportuan se kishte djegje të shkallës së lehtë dhe nuk rrezikonin jetën. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes, duke përfshirë inspektimin e instalimeve të gazit dhe intervistimin e dëshmitarëve për të përcaktuar nëse ka pasur shkelje të protokolleve të sigurisë. Autoritetet kanë bërë të ditur se biznesi do të mbetet i mbyllur deri në përfundim të hetimeve.
Në vazhdën e dëshmitarëve të thirrur nga SPAK në procesin Plumbi Art, kampisti Xhemal Lici akuzoi Talo Çelon për grabitjen e tij në vitin 2012 në Elbasan. Ai tha se identifikoi Talon nga pamjet e kamerave të sigurisë dhe intervistat televizive duke përforcuar dyshimet e tij. Një tjetër dëshmitar rrëfeu vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosjen e mikut të tij në fshatin përparim në vitin 2019 duke shtuar detajet e reja mbi episodet kriminale të hetuara. Procesi gjyqësor Plumbi Art, i cili po zhvillohet para togave të zeza të SPAK-ut, vjoi këtë të njëjtën me paraqitjen e një grupi dëshmitarësh, ndërta kambisti Xhemali Lici. Lici rrëfeu se në vitin 2012 u grabit në banesën e tij në qytetin e Elbasanit nga disa persona të maskuar, të cilët goditën disa herë dhe i morën rreth 12 milion lekë. Ai për herë të parë hodhi dyshime direkte mbi Talo Çelën, të cilën ai identifikoi fillimisht përmes pamjeve të kamerave të një lavazhi, më pas duke parë intervista televizive dhe pas dëshmisë së Nurettin Tumanit. Lici tha gjithashtu se vëllai i Talos, Bujari, kishte treguar interes për të mësuar identitetin e autorëve, por i kishte kërkuar të mos ndërhynte, duke shpjeguar se nuk kishte lidhje personale. Një tjetër dëshmitar, Zylyf Hoxha, rrëfeu për vrasjen e Andi Zylyfit dhe plagosjen e mikut të tij, Ardit Uruçit, në vitin 2019 në fshatin Përparim. Ai dha detaje mbi rrethanat e ngjarjes duke kontribuar në zbardhjen e episodit kriminal që kishte tronditur komunitetin lokal. Përveç tyre, disa persona të tjerë dhanë dëshmi lidhur me episode të ndryshme të hetimeve të SPAK-ut, duke hedhur drejt mbi aktivitetin kriminal të organizuara dhe në rolin e të pandehurve në këtë proces. Hetimet e SPAK-ut po përshëndrohen në lidhjen mes ngjarjeve të dhunshme të viteve të kaluara dhe mënyrën se si krimi i organizuar vepronte në qytete të ndryshme. Autoritetet po përpiqen të sigurojnë një pasqyrë të qartë në secilin rast, duke mbledhur dëshmi të drejtpërdrejta dhe të verifikueshme. SPAK njoftoi se javën e ardhshme do të paraqisë pjesë të tjera të dëshmive, të cilat do të kontribuoj me informacione të reja për ngjarjen e ndodhur, duke bërë pjesë e procesit që synon zbardhjen e plotë të dosjes Plumbi Art. Mbrojtja e 14 vjeçarit Mario Përdheshaj me gjykim për vrasjen e bashkëmoshatarit të tij Martin Cani kërkoi që akuzën e vrasjes në rrethana cilësuese të rikualifikojë në vrasje për shkak të rronditjes psikologjike. Prokuroria e Tiranës kërkoi dënim për të miturin me 25 vite burg sipas akuzës origjinale. Vendimi i gjykatës pritet të shpallet në 9 dhjetor duke marrë parasysh kufizimet e dënimit për të mitur sipas kodit penal. Procesi gjyqësor për 14 vjeçarin Mario Përdheshaj i akuzuar për vrasjen me thik të bashkëmoshatarit të tij Martin Cani me 18 nëntor 2024 vjoi këtë të njëjtë me kërkesën e mbrojtjes për rikualifikim të akuzës. Avokatët argumentuan se ngjarja ndodhi për shkak të një rronditje të fortë psikologjike dhe kërkuan që përballë vrasjes në rrethana cilësuese, i mituri të gjykohet për vrasje në kushte të rronditje. Prokuroria e Tiranës nga ana tjetër kërkon që gjykata të shpall fajtor 14 vjeçarin për vrasje në rrethana cilësuese kundër 2 ose më shumë personave dhe të vendos dënimin me 25 vite burg. Gjyqtarët duhet të marrin parasysh edhe nenin 97 të kodit penal për të mitur, i cili parashikon se dënimin nuk mund të tejkalojë gjysmën e masës për të rritur dhe në çdo rast jo më shumë se 12 vite. Vendimi përfundimtar i gjykatës pritet të shpallet me 9 dhjetor, duke marrë parasysh të gjitha argumentet e mbrojtjes dhe kërkesat e prokurorisë në një rast që ka tronditur opinionin publik dhe ka nxitur debate mbi përgjegjësinë penale të miturve. Ish prokurori i Vlorës Aurel Zarka ka kundërshtuar në gjykatën e lartë vendimin e apelit të posaçëm që riktheu për gjykim dosjen ndaj tij me akuzën e funksionimit si grupi strukturuar kriminal. Relatori i çështjes është caktuar gjyqtari Sokol Bina, i cili pritet përcaktojë datën e seancës. Zarka kërkon rrëzimin e vendimit të apelit, ndërsa SPAK këmbgul se provat tregojnë një bashkëpunim të mirë organizuar në disa çështje penale. Ish prokurori i Vlorës Aurel Zarka i është drejtuar gjykatës së lartë me rekurs ndaj vendimit të gjykatës së apelit posaçëm, e cila rrëzoi vlerësimin e shkallës së parë dhe i riktheu çështjen për gjykim, duke e konsideruar atë dhe 3 të pandehur të tjerë si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal. Relatori i rekursit është caktuar gjyqtari Sokol Binaj, i cili në vim do të përcaktojë datën e seancës. Në vendimin e tij, apeli i posaçëm arsyetoi se provat dhe rrethanat e dosjes tregojnë qartë se të pandehurit kanë bashkëpunuar në mënyrë të organizuar për disa
çështje, ndryshe nga vlerësimi i prokurorëve të çështjes dhe i gjyqtarëve të shkallës së parë, që i cilësoi rastin si bashkëpunim të thjeshtë në rrethana rënduese. SPAK akuzon Zarkën dhe persona të tjerë për ushtrim të ndikimit palishëm në 8 çështje të ndryshme penale, që hetohen në 4 prokurori, të lidhura kryesisht me aktivitetin e krimit të organizuar, përfshirë pastrimin e parave dhe kultivimin e narkotikëve. Ndër rastet më të njohura është dosja Toyota Yaris, e hapur pas sekuestrimit të 3.4 milion eurove të fshehura në 2 automjete të përdorura të ardhura nga Belgjika në portin e Durrësit në qershor 2018. Në shkallën e parë, Zarka u dënua me 2.8 vite burg në kuadër të gjykimit të shkurtuar për veprat penale të ushtrimit të ndikimit palishëm dhe korrupsionit, vendim që tashmë ai kërkon ta rrëzojë përmes gjykatës së lartë. Prokuroria e Vlorës ka sekuestruar rreth 4 milion euro pasuri që dyshohet se janë krijuar përmes veprimtarive të palishme të mbuluara me dokumente të falsifikuara. Pasuritë i përkasin Fatos Pelivan Sanaj dhe familjarëve të tij, të cilët po hetohen për falsifikim dokumentash dhe pastrim të produkteve të veprës penale. Hetimet që nisën në vitin 2023 kanë zbuluar një sër pronash, apartamentesh dhe biznesesh të regjistruar në emër të familjes Cana dhe shoqërisë FSHPK. Prokuroria e Vlorës ka ndërmarrë një operacion të zgjeruar sekuestrimi duke vendosur në mbllokim pasuri me vlerë rreth 4 milion euro, të cilat dyshohet se janë krijuar përmes veprimtarive të palishme dhe janë justifikuar me dokumente të falsifikuara. Në njoftimin zyrtar, organi i akuzës pritet të ditur se masa është marrë në kërkesë të prokurorisë pas hetimeve të nisura që në vitin 2023, të cilat kanë evidentuar një strukturë pasurimi të pajustifikuar në emër të Fatos Pelivan Canajt dhe familjarëve të tij. Ka të kryera janë sekuestruar një sër pasurish të luajshme dhe të paluajshme, përfshirë një truall 1600 metër katror në Vlorë, disa godina biznesi dhe një zi shërbimi të regjistruara në emër të Fatos Sanajt, si edhe apartamente të tëra që figurojnë me pronësi të shoqërisë FSHPK. Prokuroria thekson se disa prej tyre pasurive përfshin bodrume dhe ndërtesa me sipërfaqe të konsiderueshme, për të cilat dyshohet se janë krijuar duke përdorur dokumentacion të manipuluar me qëllim mbulimin e prejardhjes së tyre të vërtetë. Hetimet vijojnë për të zbuluar burimin real të ardhurave, ndërsa ekspertët financiar po analizojnë transakcione, kontrata, shit blerje dhe dokumente pronësie që dyshohet se janë të falsifikuara. Prokuroria paralajmëron se masa e sekuestros është vetëm faza e parë e procedimit, ndërsa priten zhvillime të tjera lidhur me identifikimin e individëve të tjerë, përfshirë edhe mundësinë e zgjerimit të listës së pasurive të bllokuara. Dy shtetas janë vënë në hetim pasi tentuan të fusin dhe nxjerrin nga vendi shuma të mëdha parash pa i deklaruar sipas ligjit. Rastet u zbuluan nga kontrollet e policisë kufitare në Rinas dhe Kakavi, ku sekuestruan në total 262.000 euro. Materialet hetimore janë referuar në Prokurinë Përkatëse të Tiranës dhe Gjirokastrës. Policia kufitare ka goditur 2 raste të tentativës për kalimin e shumave të konsiderueshme parash pa deklarim, duke proceduar penalisht 2 shtetas që u kapën me euro të pa deklaruara në pikat e kalimit kufitar. Ngjarja e parë u regjistrua në aeroportin Nën Tereza, ku gjatë kontrollit të imtësishëm, shërbimet kufitare zbuluan 240.000 euro të fshehura në bagazhet e një 36 vjeçari nga Kruja. Sipas autoriteteve, ai tentoi të fuste parat në Shqipëri pa ndjekur procedurat ligjore të deklarimit, duke shkelur rregullat e qarkullimit të hollave në kufi. Shuma u sekuestrua menjëherë, ndërsa materiali u dërgua për hetimet më tejshme në Prokurorinë e Tiranës. Rasti i dytë u evidentua në pikën e kalimit kufitar Kakavi, ku një 54 vjeçar me banim në Elbasan tentoi të nxjerrte jashtë vendit 22.250 euro pa i deklaruar. Pas kontrollit, policia sekuestroi shumën dhe njoftoi fillimin e procedimit të tij në gjendje të lirë për mosdeklarim të parave. Dokumentacionet përkatëse janë referuar në Prokurinë pranë gjykatës së shkallës së parë Gjirokastër, e cila do të vlerësoj vijimin e hetimeve. Autoritetet kufitare theksojnë se kontrollet ndaj fluksit të pasurive monetare në kufi do të vijojnë me intensitet, ndërsa paralajmërojnë se çdo tentativë për të shmangur deklarimet e shumave të mëdha të hollave do të përballen me masa të menjëhershme administrative dhe penale. Ecime të tjera zhvillime, gjykata speciale në Hak ka vendosur që ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të vazhdojë të shndrojë në paraburgim
duke vlerësuar se rreziqet e arratisjes, pengimit të procedurës dhe kryerjes së veprave të reja penale mbeten të larta. Zyra e prokurorit të specializuar thekson se asnjë kusht lirimi nuk i shmang këto rreziqe. Mbrojtja e Thaçit kërkoi rivlerësim duke argumentuar se rrethanat kanë ndryshuar pas përfundimit të fazës së provave për çështjet kryesore. Gjykata speciale në Hag vendosi që ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi të vazhdojë të mbahet në paraburgim duke u bazuar në rrezikun e arratisjes, mundësisë së pengimit të procedurës dhe rrezikun e kryerjes së veprave të reja penale ndaj dëshmitarëve. Vendimi u mor pas shqyrtimit të fundit dhe me argumentin se masat më të lehta nuk do të siguronin mjaftueshëm ruajtjen e integritetit të hetimeve dhe të sigurisë së procedurës. Zyra e prokurorisë specializuar theksoi se duke marrë parasysh kohën e kaluar në paraburgim prej 5 vitesh, potenciali për dënim të gjatë dhe progresin e procedurave, masa mbetet proporcionale dhe justifikuar. Mbrojtja e Thaçit kërkoi rivlerësim të masës duke argumentuar se përfundimi i fazës së provave në çështjet kryesore të vitit 2020 ndryshon rrethanat dhe duhet të lehtësoj kushtet e qëndrimit në paraburgim. Ish presidenti i Kosovës përballet aktualisht me 2 procedime të ndara në Hag, një për krime lufte që ka nisur në vitin 2020 dhe një tjetër për pengim të drejtësisë. Vendimi i gjykatës pritet të ndikojë në vimësinë e hetimeve dhe mund të jetë një referencë e rëndësishme për zhvillimet e mëtejshme ligjore ndaj tij. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 5 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të lagështa me mot të paqëndrueshëm dhe rreshje shiu në pjesën më të madhe të vendit. Paraditja do të sjellë shira të vazhdueshëm në zonat qendrore dhe jugore, ndërsa pasditja pritet të sjellë rreshje intensive në disa zona malore dhe stuhi lokale. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 15 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Gjatë ditës priten rreth 1 deri në 2 orë diell në pjesët perëndimore, ku rreshjet do të jenë më të pakta. Era do të fryjë nga drejtimi juglindje me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond, ndërsa përgjatë bregdetit pritet të arrijë deri në 7 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët deri mesatar rreth 2 deri në 3 ballë. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 5 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 5 dhjetor do të jetë në orën 6:44 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:18 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 11 deri në 14 gradë Celsius. Kukës, 8 deri në 11 gradë Celsius. Peshkopi, 8 deri në 11 gradë Celsius. Tiranë, 10 deri në 15 gradë Celsius. Durrës, 11 deri në 15 gradë Celsius. Kavaj, 10 deri në 14 gradë Celsius. Elbasan, 10 deri në 13 gradë Celsius. Berat, 10 deri në 13 gradë Celsius. Korçë, 5 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë, 11 deri në 14 gradë Celsius. Gjirokastër, 9 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 15 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 5 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave të lagështa ajrore me rreshje shiu të shpeshta në shumicën e zonave. Paraditja do të shoqërohet me shira të vazhdueshëm, ndërsa pasditja sjell intensifikim të rreshjeve në jug dhe perëndim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 10 gradë Celsius në zonat e ulta. Era do të fryjë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 5 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 5 dhjetor do të jetë në orën 6:43 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, 7 deri në 10 gradë Celsius. Podujev,
5 deri në 7 gradë Celsius. Skënderaj, 6 deri në 8 gradë Celsius. Pej, 7 deri në 9 gradë Celsius. Prishtinë, 6 deri në 8 gradë Celsius. Gjakov, 6 deri në 9 gradë Celsius. Malishev, 5 deri në 8 gradë Celsius. Gjilan, 6 deri në 9 gradë Celsius. Ferizaj, 6 deri në 9 gradë Celsius. Kaçanik, 6 deri në 9 gradë Celsius. Suharek, 5 deri në 9 gradë Celsius. Prizren, 5 deri në 8 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë zhvillime mund të na ndiqni në rrjetet tona sociale, në Facebook, Instagram, YouTube, por gjithashtu mund të klikoni dhe faqen tonë zyrtare drita.tv për informacione në kohë reale. Bashkë do të ndajemi këtu për të takuar në edicionet e ardhshme.